Mirë dita shikuar të nderuar dhe ju fëmijë të dashur, ju përshëndes të gjithëve dhe ju ftoj të ndiqni emisionin më të shikuar të Radio Televizionit Tuskana, gjithsesi emisionin për fëmijë. Edhe sot si zakonisht kemi të ftuar mysafir në studion ton. Pas prezantimit të tyre keni radhën ju fëmijë të dashur të paraqiteni ton 36976. Të recitoni poezi, të tregoni prallë, gjegjes apo humor dhe në kuizin shpërbljes edukativ. Ne fillojmë me një herë. Dhe kur vjetën e dhe Farias në fjallë në abetarin, busha fletohet me Margarta, ku voglushi klasët pa një pjesë të natës së bora di a e u duke përshpëri. Bravo, një dorë trokitje për voglushe. Ti ke dëshirë të përshëndesish? Mamin e babin e ne vlla. I përshëndesim edhe ne. Ti si e ke emrin voglushe? Teuta. Teuta, ti ç'do të thuash? Një poezi? Në vires. Ta dëgjoj. Të la mësori, me la kamera, kështë la të pasë, të zëtës për të zëgjet. Bravo, një dorë trokitje të fortë për voglushe. Ti do të përshëndesish? Mamin babin grave. I përshëndesim edhe ne. Ti si e ke emrin? Nureddin Qerini. Ti Nureddin ç'ke përgatitur? Një poezi. Urdhëro. Toka e Kosovës, oj tokë e lashtë, oj tokë shqiptare, të helmua në zemër dhe s'po lullëzon fare. Shumë nëna mbetën pa djem, shumë motra mbetën pa vëllez. Më siri i fëmijës, u tretë së lëtuari mja, u vran babalarët e shtëpia, u mbet e malkuar. Të kanë larë me gjak, trimat e tu moj bi, për një ditë të lumtur të jetoj në demokraci. Këtu ndonjëherë shqiponja në liri do të fluturoj në tokat e Kosovës dhe Shqiptarisë, besa edhe në tokat e Iliridës. Shumë bukur, një dorë trokitje. Ti si e ke emrin voglush? Pajtim. Ti Pajtim, ç'ke përgatitur? Një poezi. Si titullohet? Alëplan. Ta dëgjoj. Mërgimi, alëplan se fluturon, babi tim mërgima që aja gjithë vetë pa familje si njëri shkret, malvar, vi vetë duke me duar, dhe u babi pit jam po. Unë i dëshiroj Mam. Ti si e kemi? Quhem Agron Brangalla dhe për sonte kam përgatitur një poezi. Si titullohet poezia? Për ty këndoj o Skënderbej. Urdhëro. Për ty këndoj o Skënderbej, fatos jam unë e ti s'më nje. Për ty këndoj o Skënderbej, në shkollën shkoj dhe mësoj shumë, që trim si ti të jem dhe unë. Me shpatën tënde ti ke luftuar, kundër Turqis dhe ke fituar. 500 vjet shkuan, që ti s'je i gjallë, ne së harrojmë o trim i rallë. Shumë bukur, një dorë trokitje. Ti ke dëshirë të përshëndesish? Po. Urdhëro. Për pikës të pari u përshëndes juve në studio, mamin, babin, motrën time, dy motra të mia dhe gjithë familjen time Brangalla. Shpresojmë se këto përshëndetje të sinqerta i kanë pranuar, i përshëndesim edhe ne. Tjetër kush do të recitoj? Urdhëro ti, si e kemi? Arbresha me Fredi. Ti Arbresha, cilën poezi do të recitosh? Dita pa në shkopë. Ta dëgjoj. Dita pa në shkopë, vera kaloj neve na gëzoj, kushatori na rriti shkova na prit. Dita pa në shkopë, e bukur si më kuvi ju të gjyrë na pa mësues, jeni si fëmijët e mi. Shumë bukur, një dorë trokitje. Ti ke dëshirë të recitosh? Po. Cilën poezi? Kështu të kam, ne? Luleza vendi. Ta dëgjoj. Luleza vendi, vetë në shokë kush dhe gjonë së reza gjoj për kënga tire është jetë Arabeli ka debli, që timon për bukuri. Puna me dëshirë është kënga më mirë, është kënga plot kësim që jep se mërë vendit ti. Të lumë një dorë trokitje. Ti ke dëshirë voglushe të recitosh? Po. Si e kemri?
Afrodita Mehmeti. Cilën poezi do të recitosh Afrodita? Po vjen zilja. Kështu te kamera. Po vjen zilja, dëm, po vjen zilja. Një prap. Kate për shtëpin thënë, se s'lam të mirë. Faleminderit, një doar trokitje. Më thuaj sa vjeti ke ti? 6. Dhe kush ta ka mësuar këtë poezi? Suska. A ke dëshirë ta përshëndesish? Po. E përshëndes edhe unë. Tjetër kush do të recitoj? Urdhëroti. Gjën gjëllë ta fetau, zënë se klasës së parë, dhe unë person të kam pregaditur një poezi time. Shoqerët si kemi? Që më Rajruli dhe unë person dhe ne bashkë me shoqën time kemi pregaditur. Si titullohet poezia? Dardha. Urdhër. Bleta, unë jam një blet me krah të let. Në përlule shqera, gjenë në mal të lartë për të mbledhur mjalt. Se dua mjaltin as më thua, si që dua mjaltin e uruar, do të haj gëzuar. Dimnit kur të bjerë, bore shimer, dhe qasaj e dua, për ti në zot të mirë që më mba. Shpunëm për të qerë, pse s'besi bejun, na të digjum. Jam e që të li rojsh që jam më mirë, kurse ti ma i blet rrinje ditë e qetë. Për e kapitur nga puna e mërzitur, jo më që po më thua, punë s'me los mua, puna është për blet, ndër e gase jetë, si dhe për njeri që s'je lumturi, po ti që s'punon, thamë si jeton. Unë kur të dua, vitet i në gjua, hanga mja shuaj dhe nuk rritë vuaj. Ti vjena që vjen, pa e shetë që të gjen, mjaltin unë e mbroj dhe të sëk të pickoj. Ju faleminderit edhe juve, një doar trokitje. Më thuani ju jeni punëtore si bleta apo si arza për tace? Si bleta. Bravo, edhe një doar trokitje. Tjetër kush do të recitoj? Urdhëroti. Quma Afrodita i Meri dhe unë person të kam pregaditur një poezi. Si titullohet? Zemër fëmije. Ta dëgjoj. S'ka gjë më të çmuar se sa e vërteta, për fëmijët tanë me zemra të nxehta, për detyrë e kemi të rritjeve të themi, edhe pse të vegjël të mos na gënjeni. Kur është nevoja dhe mbështrënguar, edhe fëmijëve duhet me u treguar. Për pat një ditë, për pat nevoj, fëmijës do të thonë se kjo është loj, po tagoj dita e trumbuar, fëmijët do të stërvitur si rinia, të dinë se s'ka mja e robëria, breza, popuj, trima të rrallë. Breza, popuj, trima të rrallë. Një doar trokitje. Ke dëshirë të përshëndesh? Mamin, babin, motrën time dhe vllahun tim. Shpresojmë se kam pranuar përshëndetjet, i përshëndesim edhe ne. Tjetër kush do të recitoj? Urdhëra. Si kemi? Qëmë Rëgje Rahmani, jam zënëse klasës 3 pranë shkollës fillore Sandesh Qerioski dhe unë person të kam pregadit një poezi e cila titullohet Trimi i Shqipërisë. Ta dëgjoj. Trimi i Shqipërisë, kush ka qenë trim një herë, Aleksandri math na vjen, që çliruan me shokët të tjerë, në Shqipëri kam le, po nga të gjithë me zoti, Skënderbeu Kastrioti. O trimi dashur, ku je? Ku e morë Skënderben? Nuk të vjen keq për ne, që ditë e natë që na le, vendi i tu la rast të luftojmë ditë e natë, me ndihmën të rërë. Faleminderit, një doar trokitje. Tjetër ka dëshirë të recitoj? Urdhëroti. Mardiana Dushku nga fshatit Trapqendon, pranë shkollës fillore e Re Gjurishit Zajazit dhe person të kam pregaditur një poezi. Si titullohet poezi? Këshilla dëgjon Kastrioti. Urdhëra. Këshilla dëgjon Kastriotin, ditën që do të shkonin, mbreti u ngriqë me natë, gjithë bota lot lëshonin, edhe i varë fërijat, gjem prani mori, i puthi i përqafoi, shëtiti fort i gjori, lot turki i lëshoi, u thot, të sillen i mirë, të bëhen njerëz në jetë, të mos beti në errësirë, por të jeni të vërtet. Natë e ditë të këndoni, çdo gjë që u duhet ta dini, gjithë gjuhët ti mësoni, por shqipen mos e lini. Faleminderit, një doar trokitje.
Ti ke dëshirë të përshëndesish dikë? Po së pari ju përshëndes juve në studio, prindit e mi, familjen time, shokët dhe shoqet e klasës dhe mësuesin tim Shaqet Ramadani. Me siguri këto përshëndetje të ngrohta i kam pranuar, i përshëndes edhe unë. Tjetër, kush do të recitoj? Urdhëro ti. Si e kemi? Qim Fatbar Daimiri, dhe unë person të kam pregatitur një poezi. Cilën poezi? Dua paqe. Duam paqe, urdhëro. Dua paqe, çdo fëmijë në botë e ka këtë dëshirë në vendin e tij të drejtoj liri, sa fjalë e bukur është fjala liri e jo e idhës se ajo robëri. Shumë bukur, një dorë trokitje. Ti ke dëshirë të përshëndesish? Po, Urdhëro. përshëndes mamin, babin, motren time dhe vllaun tim. I përshëndesim edhe ne, urdhëro në vendin tënd. Tani vazhdojmë me një këngë, Zemrën nuk ta fal, të cilën e kishte përgatitur. Si kin emri? Që Marzi Ibrahimi dhe person të kam përgatitur një këngë me shoqen time. Melinda Sani. Tjetër? Urdhëro. Thush The most important part of dance is music. Tani vazhdojmë. Si e kemi? Gjoa Armen Selimi kam dëshirë të recitoj një poezi e cila titullohet Qershia. Qershia, se sy fëmijë sy vocëraku, qershia i kuçi jaku dhe kur e ha sa lezet thuaj e ke la me shebet. E qersheria në vesh e va duket sikur margaritar. Faleminderit, një dorë trokitje. Tjetër kush ka dëshirë të recitoj? Urdhëro ti. Si e kemi? Mertita që me ndrita Murati dhe person të kam pregadit një poezi si titullohet Ylberi. Ta dëgjojmë. Ylberi, bresi bukur, plosoli, ngjyra, mrekulli, afrohet ylli të kap, ti largoj, ikme mbra, ulon ara lumë bëshjel, pastaj djeli për para të del. Të faleminderit. Faleminderit edhe ty, një dorë trokitje. Tjetër kush do të recitoj? Urdhëro ti. Si kemi? Që Muljeta Mustafa dhe unë person të kam përgatitur një poezi. Cilën poezi? Këshillat e Gjon Kastriotit. Ta dëgjoj. Këshillat e Gjon Kastriotit. Ditën që do të shkoni, mbreti u griqë me natë. Gjithë bota lot lëshoni dhe i varë firat. Gjem pra i mori, i pusi për qafoj, për shpërit i forti gjori, lo të qurk i lëshoj. Vë thot, të sjelleni mirë, të bëheni njës në jetë, të mos betni në ersir, për të jeni të vërtet. Natë e ditë të këndoni, gjithë gjuhët që duhet të dini, gjithë gjuhët i mësoni, për shqipen mos e lini. Një dorë trokitje. Ke dëshirë të përshëndesish? Po. Cilin do të përshëndes? Mamin, babin, vontin Fiti Mustafa dhe motën tim e ma të vogël Fluturime Mustafa. I përshëndesim edhe ne, urdhëro në vendin tënd. Tjetër kush do të recitoj? Urdhëro ti. Si kemi? Qënë ligji të në galipi, Ti që ke përgatitur? një poezi. Ta dëgjoj. Mami, babin, nam një pare, shkoj të blen një apetarën të lezoj, mami, babi, ti gëzoj. Bravo, një dorë trokitje. Ti ke dëshirë të përshëndesish? Mamin, babin, gjushin e në vlan. I përshëndesim edhe ne, urdhëro në vendin tënd. Tjetër kush do të recitoj? Urdhëro ti. Mirë se erdhe. Mirë se ju gjete, Si kemi? Pulvera Aliu, Ylbera ti që ke përgatitur? një poezi. Ta dëgjoj. Dora, barë si bora. Dora babaj tim, punon si ora. Dora shkruan, Dora punon. Dora nonën e përqafon. Valë të mos kishim dorë, si do të punonim? Valë nonën dhe babajnë, si do t'i përqafonim? Shumë bukur, një dorë trokitje. Tjetër kush do të recitoj? Urdhëro ti. Si kemi? Që më luftoj bëgjeti? Urdhëro Luftine, që ke përgatitur? Person të kam brigatit një poezi. Si titullohet? Sande Shtorioski. Sande Shtorioski. Ja ke kushtuar shkollës tonë.
Po. Sandi Shterioski, quhet shkolla ime, ku së bashku mësojmë, unë e shoqja ime. Mësojmë për mësë më shëllë, se për ne është kënari, dal ka dal të ecim rrugës për liri. Faleminderit edhe unë mësoj në shkollën Sandi Shterioski. Një Eduard Trokitje. Tjetër kështë të recitoj? Urdhëro ti. Si kemi? Kjo matishe se fatve personte kam pregaditur një poezi e cila titullohet Skënderbeu. Ta dëgjojmë. Skënderbeu me shpat në dorë ku shpreu më i pari, Skënderbeu një burr shqiptari, është i lindur në vend krujt, kush duron ta shkel ai huj. Qysh i vogël 8 vjeqar, tuçën e vete e kanë marrë, me lut shpatën e kanë mësu, veç për tuçi me luftu. Ku urrit e çun ushtar e gradun e vun të par, i dulzani në Ballkan, tu luftu si luan. Në ne bab vlla e motër i çon letër që jit vogël, fal me shnece lampoj bomës, harro biro vendin ton. Ku e murrat letër të mallit, ju kujtuan fjalët e plakut, ku ja thoke rrethu xhakut, ku ja thote Një Eduard Trokitje. Tani vazhdojmë edhe me një këngë të huaj nga DJ Bobo, të cilën do ta luaj. Quhem Gzim Seferi, jam klasa e 5 nga shkolla Sandi Shterioski. Dhe do të luash një këngë nga DJ Bobo. Po. Presi muzikën. Don't care about what people say. Believe in yourself and go your own way. Respect, no resignation. Leave the path of isolation. Don't care about what people say. RESPs, they will never get away. Today we stay and pay attention anyway. Fair play every day, don't run away. Respect yourself, change your mind. Respect yourself, don't be blind. Respect yourself. Respect yourself.
Tjetër tani vazhdojmë me poezi të tjera. Kush ka dëshirë të recitoj? Urdhëroti. Si kemi? Quhem Zimria Qerimi, jam nxënëse klasë 3 pranë shkollës fillore Sande Shterioski dhe unë personte kam përgatitur një poezi e cila titullohet Mos thuaj. Mos thuaj, ta dëgjojmë. Mos thuaj që je i lumtur, mos ore i marr, s'mu të jesh i lumtur jashtë gjirit familjar. Asken se ke pran vetës, asken që të ngushëllon, vetëm letrën e pastër dhe lapsin që e mban në dorë. Edhe nata më shoqëron, hëna më bën dritë, ti shkruaj ca rreshta, ti heq pak mërzit. Ti o yll i dashur, aq lart që shëndrit, trazëroje nënën time, të vjet mi heq mërzit. Ndoshta ajo më ndërron, mua në vetmi, po se di e shjeta nën, se për atë e shkruaj këtë poezi. Shumë bukur, një dorë trokitje. Tjetër kush do të recitoj? Urdhëroti. Si kemi? Quhem Arlinda Ruli, jam klasë e dyta. Një dhe person të kam përgatitur një poezi e cila titullohet Lulzo vendim. Ta dëgjoj. Lulzo vendim, ecni shok kush dëgjon, zëri zogjve po nafton, kënga atyre është të jetë, është vërtet, harabeli nga një blic, si më puna punë me dëshirë, është kënga më e mirë, është kënga plot gëzim që e zemër vendit. Shumë bukur, një dorë trokitje. Tjetër kush ka dëshirë të recitoj? Urdhëroti. Si kemi? Quhem Vjolca Mehmeti Po Vjolca. dhe person të kam përgatitur një poezi. Ta dëgjoj. Nëna, kur të përcjellte nëna, e qante me lot, të puthi në faqe, lam të mirë të the, tu erën syt, e fytyra të zbe, o gurbet, o korbisi, kthe ma babi në shtëpi, të bindet se sa e dua, të shof se sa më dëmbua, o babi i dashur, o babi mëre, kthe unë në shtëpi të ne, të shohi se sa jam rritur, të shohi se s'jam vajs e mitur, o gurbet, o korpizi, kthe ma babi në shtëpi, të bindet se sa e dua, të shof se sa më dëmbua. Bravo, një dorë trokitje për Vjolca. Tjetër kush do të recitoj? Urdhëroti. Quhem Visnike Sadiku, jam nxënëse klasës 3 pranë shkollës fillore Sande Shterioski dhe personte kam përgatitur një poezi e cila titullohet Zogu i bardh. Ta dëgjojmë. Një zog i bardh nga tetova flutyroi, te i det nave oqeaneve në Amerikë shkoi. Pse zog i bardh? Përke e përmalluar, pse me lot në sy letër na ke shkruar. Pse zog i bardh? Përke e përmalluar, a thua për familje malli të kapluar. Për nën e baba, malli më ka marr, për motër e vlla, jam duke qal. Faleminderit. Një dorë trokitje. Tjetër? Urdhëroti. Mirë se erdhën në emisionin tonë. Mirë se ju gjeta, që në Mine Balazhi, jam nxënëse e klasës 4C, pranë shkollës fillore Milto Gura dhe personat e kam përgatitur një anekdotë. Një anekdotë, dëgjoj. 6 herë më ke thënë baba i vërtet i hidhëshën të birit. Sa herë të kam thënë se nuk dua që t'i bjesh trumpatës kur jam duke punuar. 6 herë më ke thënë baba. Shumë bukur, një dorë trokitje. Tani vazhdojmë edhe me një këngë, Krenaria jon, të cilën do ta luaj. Si kemrin? Unë vera Leo. Miri e vranga. Urdhëroni. Germani, për asnjën e zumeni
caravane, con la gente filehane, cane caravane. Oldotti Maročka, Navane, Majlira Qidonën kët mahale, me tjetër djarë po na shkon, ganimet moj dashuria jon. Oldotti Maročka, Navane, Majlira Qidonën kët mahale, me tjetër djarë po na shkon, ganimet moj dashuria jon. Një dorë trokitje. Tani vazhdojmë me poezi, kush ka mbetur pa recituar? Urdhëro. Qom Shereti Tahirja, jam zëse klas 2, pra shkollës fillore më të ngurra, më për sot e kam pregaditur një poezi e cila titullohet Të mësoj. Ta dëgjoj. Të mësoj e të mësri, se më koha nuk më pret. Të mësoj sa e miri, që të rrojnë edhe në jetë. Të mësoj e të mësri, do të më pyes pëlqeria mua, për ç'ke bën në rini, kon kop se ke kaluar, punë e vogël, si ç'ke gjë, ka lëshjet e nërësir, për ç'ka duhet prap të bësh, të mësosh e të mësrish, me vullnet e plot dëshirë, të mësoj pram pandal, për pamësim në bot nuk ka, lumturia si të mirë. Faleminderit, një dorë trokitje. Tjetër kush do të recitojë? Urdhëro ti. Qo fete ushiti jam klasa 2 për shkollës fillore, sa ndështëje s'kun ka përgatitur një poezi me shoqen time Bleta Tharta. Kush është shoqete? Me luftimen? Urdhëro. Bleta Tharta, unë jam një blet me kratë lehtë, fluturë si edhe në pëllure shkjera. Gjenë me material për të mbledhur mjaltë. Që të mjalti mes më thua? Si që duar, mjaltë në rua, do të agëzua, dimit ku të bërë bërë shime e veqën, e dua kohën e vështirë. Aha, moje mjerë, punam për të qërë, se s'bën si po ju në atë ditë shumë, jam me që të li, rojës jam e mirë, kurse ti me bletë, thiri një ditë e qëtë, për herë kapitur nga puna e mërzitur. Jo ti që me thua, puna s'me lëth mua, puna është për bletë dhe nga zëjet, po ti që s'punën me thua si jeton? Unë kërë të dua vitet ti në zgjoha, haj nga mjalti ju edhe nuk rritë të vuaj. Jen nga që vjen, ama sheshte që unë latin e bërë dhe të këtë. Faleminderit, një dorë trokitje. Tjetër ka mbetur pa recituar? Urdhëro. Që mos ma mbarajit dhe për sënte kam pregatitur një këngë. Një këngë, cila? Tre shoqen e jemi. Ta dëgjoj. Tre shoqen e jemi dhe shumë dëshirë kemi, në kopësh kur shkojmë, sa shumë ja gëzojmë, lindita, merita, edhe unë lita, la 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 la, la 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 la, me kukua të shoh, sa shumë ja gëzojmë, të kohën ton të lidh, me lodra e kalojmë, lindita, merita, edhe unë lita, la 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 la, la 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 la, me kukua të shoh, sa shumë ja gëzojmë, të kohën ton të lidh, me lodra e kalojmë, lindita, merita, edhe unë lita, la 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 la, la 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 la. Një dorë trokitje shumë bukur. Tani vazhdojmë me këtë vajzën disa akrobacione, më tha se kishte përgatitur, si e kemri? Argulona Ballashi. Urdhëro Argulona. Akrobacionin e parë. Ushtrimet si. Një dorë trokitje për këtë akrobacion. Tjetër din? Urdhëro. Të lumë një dorë trokitje. Tjetër ke të përgatitur? Urdhëro, të gjithë bëri. Edhe një dorë trokitje edhe për këtë akrobacion. Tjetër nuk ke? Faleminderit. Tani vazhdojmë me një melodi të huaj, të cilën do ta luaj kjo vajza, Jack Eugene, po. And you try to do it right.
vazhdojmë me disa gjëza. Kush do të thot? Urdhëra. Si kemi? Nga shkolla fillore Sandi Shtresi dhe unë për këtë emision kam përgatitur një çështje. Ta dëgjoj. Është një shpend të spet për pulat një mësat. Kush është? Kush është? Urdhëra. Hoxha. A është përgjesa? Po. Një Eduard Trokitje. Tjetër? Urdhëra ti. Ku shkon me vetë emër? Ku shkon me vetë emër? Kush është? Emri. Emri është përgjesa. Një Eduard Trokitje. Tjetër? Kush do të thot poezi? Gjë. Një vëllin. Kush është? Ana dhe hylli. Është përgjigjesa? Po. Një Eduard Trokitje. Urdhëra ti. Një poezi apo. Po. Si kemi? Që janë Lindali dhe pësën të kanë reditur një poezi. Ta dëgjoj. Telegrami, tak, 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 bëm për ta jonë, kush do jetë valë ka që bënd, dale shokë të qenë ka gjatë që i postje voglu që thot taj telegram, tani babaj të unë ka kronë bilin, ditë linje, babaj im është inxhinier, punon fellën në miner. Faleminderit një Eduard Trokitje. Tani vazhdojmë edhe me një melodi të huaj, Get Down nga Backstreet Boys. Urdhëra. Si kemi? Muradin Qerimi. Ti? Agron Brangalla. Ti? Pajtim. Të presim muzik. Pik. Jetmire Dervishi ka fituar 18 pik. Valbona Amiti po ashtu ka fituar 18 pik. Lime Osmani ka fituar 19 pik. Rexhebi Ramadani dhe Jetmir Dervishi kanë fituar nga 24 pik. Pra Jetmiri dhe Rexhebia do të kualifikohen për të zgjedhur fëmijë me edukat të shëndosh në muajin e 6. Kurse finalistët, të cilët i presim të shtunën e ardhshme në emisionin për fëmijë janë këto: Jetmire Dervishi, Azizja, Bekime Maksuti, Jetmir i përsëris edhe një herë.
skuadron shikuesin apo shikuesen e parë për sot, Mirdita? Mirdita paraqitet Marigona Velum, nxënëse klasës 2 dhe për sonte kam përgatitur një poezi. Ta dëgjojmë poezinë, Marigona. E ku është rinia jon, banka ime është e zbrazët, shoqja ime në burg të zi, ja jo nuk ka bërë krime, veç se zdeshi pa drejtësi. E ku është ajo vajzë e re, që lagjën nas bukuronte, ajo është në burg të zi, se liri ajo kërkonte. Lagja ime është pikëlluar, fshati është mbulu në zi. E ku është rinia jon, ajo është në burg të zi. Republikën ne e duam, se për të kemi luftu. Ska fuqi që të na e ndalë, se me gjak kemi me fitu. Ju faleminderit. Faleminderit edhe ty, Marigona. Një dorë tërkiqe për Marigona. Ti, Marigona, a ke dëshirë të marrësh pjesë në kuizin shpërbles edukativ? Po, Atëherë dëgjoj me vëmendje. Një shoqi të tregon në besim ti e kënaqshme se nën A e kuptove mirë në fshehësi, nën B të bëhet qefi pse në ka besim në ty dhe nën C kështu e ka miqësia. mundesh ta përsërisësh edhe një herë? Po mundet. Një shoqe të tregon në besim ti e kënaqshme se nën A e kuptove më shëftësin, nën B të bëhet qefi pse ka besim në ty dhe nën C kështu e ka miqësia. Në B. Vazhdo me pyetjen e dytë. Aje person që shumë kush ka besim nën A, jo nuk je, nën B, më pak se dikur dhe nën C po je. Në C. Vazhdo me pyetjen e tretë. Një mik ose mikesh të akuzon se ke publikuar rrena shase thona për të. Ti si vepron nën A kërkon falje, nën B mohon se thua se nuk është e vërtet dhe nën C e qetëson duke i treguar edhe ti një mshehtësi. Mundesh ta përsërisësh edhe një herë? Po, një mik ose mikesh të akuzon se ke publikuar rrena thashe thona për të. Ti si vepron nën A kërkon falje, nën B mohon se thua se nuk është e vërtet dhe nën C e qetëson duke i treguar edhe ti një mshehtësi. Në A. Vazhdo me pyetjen e katërt. Ti ja tregosh dikujt mendimin tënd është nën A besim në njerëz, nën B mvaret momenti ja është i përshtatshëm dhe nën C është më mirë ta mbash fshehtësinë tënde. Në C. Vazhdo me pyetjen e pesë dhe të fundit. Nëse një shok të tregon diçka të fshehtë, nën A, ti do ta mbash fshehtësinë, nën B, do t'i tregosh shokut shoqes më të ngushtë dhe nën C, do ta përhapish fshehtësinë që shoqja të bëjë qesharake para tjerëve. Në A. Marigona, të falenderoj për paraqitjen natë ditën e Mundem mirë. të përshëndes? Po, Pikse pari të përshëndes ty Arieta, faleminderit. që u fe tensionin, përshëndes dy shoqet e mia Afroditën dhe Fatbardhën, I përshëndesim edhe ne. dhe kisha dëshirë të përshëndes kushuririn tim Shkodani dhe ju uroj kthim sa më të shpejt në vetëdije. Faleminderit Marigona për këtë përshëndetje. I përshëndesim edhe ne ditën e mirë. Ditën e mirë. Me miliona balona në Kosovë e Kalabri. Me miliona balona në Uqin e Shqipëri. Me miliona balona dhe një plumë me krasë të varë, qojnë gëzime anë. Kuskana urdhëroni, mirë dita. Ajo me dita ju përshëndes Syarta Tagju, Faleminderit Syarta, përshëndes edhe unë. dhe unë për sot kum përgatish një poezi. Si titullohet poezia? Libri, Ta dëgjojmë. libri, oj dashur libër, gjithnjë të lexoj. Gjesa tregime, prej teje mëtoj, librin ta lexoni, se ai na këshillon, prej rrugës të keqe, librin na largon. Një dorë trokiqe për Syartën. Ti Syarta, ke dëshirë të marrësh pjesë në kuizin shpërbles edukativ? Atëherë dëgjoj me vëmendje. Një shoqe të tregon në besim, ti je kënaqur se nën A e kuptove msheftësinë, nën B të bëj qefi pse ka besim në ty dhe nën C kështu e ka miqësia. Nën A.
Vazhdoj me pyetjen e dytë. A je person që shumë kush ka besim? Nën A, jo nuk je, nën B, më pak se dikur dhe nën C, po je. Nën B. Vazhdoj me pyetjen e tretë. Një mikesh ose një mik të akuzon se ke publikuar rrena fashethona për të. Ti si vepron? Nën A, kërkon falje, nën B, mohon dhe thua se nuk është e vërtet dhe nën C, e qetëson duke i treguar edhe ti një fshehësi. Vazhdo me pyetjen e katërt. Ti ja tregosh dikujt mendimin tënd është nën A, besim në njerëz, nën B, varet momenti a është i përshtatshëm dhe nën C, është më mirë ta mbash fshehtësinë tënde. Po? Ti ja tregosh dikujt mendimin tënd është nën A, besim në njerëz, nën B, varet momenti a është i përshtatshëm dhe nën C, është më mirë ta mbash fshehtësinë tënde. Vazhdo me pyetjen e 5 dhe të fundit. Nëse një shok ose shoqe të tregon diçka të fshehtë, nën A, ti do ta mbash fshehtësinë, nën B, do t'i tregosh shokut shoqes më të ngushtë dhe nën C, do ta përhapish fshehtësinë që shoku shoqja ta bësh qesharake para tjerëve. Si Arta, të faleminderoj për paraqitjen, ditën e mirë. Të mos bëhet jeta e kotë, do të shëtisim në përbotë, do të shkojmë në Himalaje. Uskana urdhëroni. Faleminderit. Mirë dita. Ju përshëndet Valbona Faleminderit Valbona, përshëndes edhe unë. dhe kam dëshirë të them një poezi. Urdhëra. Dashuri, së je këmish që të ndërroj, as mas që të peshoj, kret diçka tjetër, smundje murtaj vjetër, ti se nje vendakimin, as fush veprimin, sikur të ishe ushqim, se do të gjeja shpëtim. Lullet tona më të mira, as njëherë s***ra, kur vjen pranvera, më të bukur e ndërfera. Faleminderit, një duar trokiqe për Valbona. Ti Valbona këtë në Kurreshtje. Ti je nën A, e kuptove më fshehtësinë, nën B, të bëhet qefi pse ka vazhdo që shumë kush ka besim, nën A, jo nuk je, nën B, më pak se dikur dhe nën C, po je. Nën C. Një mik ose mik se ke publikuar rrena fashethonme për të si vepron. Vazhdo me pyetjen e katërt. Ti ja tregosh dikujt ta mbash fshehtësinë tënde. Nën C. Në 5 të fundit. Nëse një shok ose shoqe të tregon diçka të fshehtë, nën A, ti do ta mbash fshehtësinë, nën B, do t'ia tregosh shokut shoqes më të ku shoqen ta bësh qesharake para tjerëve. Nën A. Faleminderit për paraqitjen, ditën e mirë. Mundem të përshëndes? Po mundet. Përshëndes kushuririn Gentianën, kushuririn Gjevatin dhe juve në studio. Faleminderit, i përshëndesim edhe ne, ditën e mirë. Ditën e mirë. Të mos bëhet jeta e kotë, do të shëtisim në përbotë, do të shkojmë. Emisioni për fëmijë urdhëroni.
Mirë dita, kush paraqitet? Quhem Çlirim Abazi, Urdhëroni Çlirim dhe dua të marr pjesë në kuizin shpërblyes edukativ. të marrish pjesë në kuizin shpërblyes. Atëherë dëgjoj me vëmendje. Një shoqe të tregon në besim, ti je i kënaqur se nën A e kuptove mshëhsin, nën B të bëhet qefi pse nuk ka besim në ty dhe nën C kështu e ka miqësia. Vazhdo me pyetjen e dytë. A je person që shumë kush ka besim, nën A jo nuk je, nën B më pak se dikur dhe nën C po je. Vazhdo me pyetjen e tretë. Një mik të akuzon se ke publikuar rrena fashethome për të. Ti si vepron? Nën A kërkon falje, nën B mohon dhe thua se nuk është e vërtet dhe nën C i qetëson duke i treguar edhe ti një fshehësirë. Nën A. Vazhdo me pyetjen e katërt. Ti ja tregosh dikujt mendimin tënd është nën A besim në njerëz, nën B mvaret momenti a është i përshtatshëm dhe nën C është më mirë ta mbash fshehësinë tënde. A. Vazhdo me pyetjen e pesë dhe të fundit. Nëse një shok ose shoqe të tregon diçka të fshehtë, nën A, ti do ta mbash fshehtësinë, nën B, do t'i tregosh shokut shoqes më të ngushtë dhe nën C, do ta përhapish fshehtësinë që shoku ta bësh qesharak para tjerëve. Nën A. Çlirim, faleminderit për paraqitjen, ditën e mirë. Të mos bëhet jeta e kotë, do të shëtisi në përbotë, do të shkoj në Himalaje. Televizioni Uskana, mirë dita. Mitrita, Kush paraqitet? quhem Arjeta Selimi dhe kam dëshirë të recitoj një poezi. Cilën poezi do të recitosh, Arjeta? Shqiptar. Urdhëro. Trimat shqiptar, o ju shqiptar, që dëroni do ti. Mos e harroni trimat që kanë jetë të përdit. Të përdojnë që trim, hyri në poezi. Nërë të malë në pastri, që laburi Një dorë trokiqe për Arjetën. Ti Arjeta ke dëshirë të marrësh pjesë në kuizin shpërblyes edukativ? Atëherë dëgjoj me vëmendje. Një shok ose shoqe të tregon në besim, ti je e kënaqshme se nën A e kuptove mshehtësinë, nën B të bëhet qefi pse ka besim në ty dhe nën C kështu e ka miqësia. Vazhdo me pyetjen e dytë. A je person që shumë kush ka besim, nën A jo nuk je, nën B më pak se dikur dhe nën C po je. Vazhdo me pyetjen e tretë. Një mik ose mikesht më falni, një mik ose mikesh të akuzon se ke publikuar rrena fashethone për të. Ti si vepron? Nën A kërkon falje, nën B mohon dhe thua se nuk është e vërtet dhe nën C e qetëson duke i treguar edhe ti një fshehësirë. Vazhdo me pyetjen e katërt. Ti ja tregosh dikujt mendimin tënd është nën A besim në njerëz, nën B mvaret momenti a është i përshtatshëm dhe nën C është më mirë ta mbash fshehësinë tënde. Vazhdo me pyetjen e pesë dhe të fundit. Nëse një shoqe shok të tregon diçka të fshehtë, nën A ti do ta mbash fshehtësinë, nën B do t'ia tregosh shokut shoqes më të ngushtë dhe nën C do ta përhapish fshehësinë që shoku shoqja të bëjë qesharake para tjerëve. Arjeta, të faleminderoj për paraqitjen, ditën e mirë. Dhe fëmijë të dashur, këtë emision do ta mbyllim me një vizatim, të cilën këtu afër meje është një talent e re për vizatim, e cila ka vizatuar një vajzë shumë të bukur. Apo Emine, ti e ke vizatuar edhe shpicën e emisionit tonë, të cilën ishte sot në ekran, apo? Po. E lus kamera ta regjistroj. Ja është një vajzë me një shport në dorë, me siguri u pëlqen edhe juve. Faleminderit.
dhe do të kisha treguar për fund ai fëmijë që do të vizatoj vizatim më të bukur, ne do ta ndajmë që të jetë shpic në emisionin e tashme. Dhe me kaq fëmijë të dashur e përfundojmë emisionin tuaj për fëmijë. Unë ju faleminderojmë për vëmendjen që na ndoqët në këtë emision, do të jemi së bashku të shtunën e ardhshme në të njëjtën kohë. Ditën e mirë.